Petrit Ndou, 57 vjeç, u vra me çekiç nga një i ri në rrugën Thuman Kruj, duke u bërë viktime e radhës e konflikteve të çastit që përfundojnë si krime në mes të rrugës. Autori dyshuar është një 28 vjeçar i identifikuar si Andi Vokri alias Ndreka, banues në Thuman, tashmë i ndaluar nga policia. Krimi, sipas policisë, u shënua rreth orës 00:40 në rrugën Thuman Kruj, pranë fshatit Bushnesh. Ndou dhe Vokri udhëtonin në makina të ndryshme dhe u përballën në këtë pikë të rrugës që shërben si dalje drejt fshatrave Bushnesh, Dugaqin, Thuman, por edhe si hyrje nga këto zona drejt autostradës Milot Fushkruj. 57 vjeçari kishte në makinë dhe bashkëshorten, ndërsa i riu, sipas të njëjtave burime, udhëtonte bashkë me të ëmën dhe gruan. Sipas rindërtimit të ngjarjes, bazuar edhe në dëshmitë, ata u përfshin në një debat verbal pasi rrezikuan një përplasje. Në mes të konfliktit, i riu ka nxjerrë një çekiç dhe ka qelluar në kokë 57 vjeçarin banues në Puk. Ky i fundit ka marrë plagë të rënda dhe ndroi jetë menjëherë. Çekiçi që u përdor si armë krimi u gjet nga policia si provë në vendngjarje. Policia e Tiranës tha se 28 vjeçari dyshuar si autori i vrasjes u ndalua menjëherë në kushtet e flagrancës. Në polici ndërkohë u shoqëruan edhe familjarët e viktimës dhe autorit për të dhënë dëshmi mbi rrethanat e ngjarjes në cilësinë e dëshmitarit okular. Paralelisht, grupi hetimor ka siguruar edhe prova në skenën e krimit.